Faleminderit. Po, urdhroni një folës pro. Zonja Jorita Tabaku. Së pari më lejoni të falenderoj reporterin, socialistin Andreas Schieder, reporterin e EPP-s, kolegun Andrej Kovačev dhe kryetarin e Komisionit Jashtëm, David McAllister, për një raport plot për Shqipërinë, që është diskutuar po e vërtet në Komisionin e Politikës Jashtme, dhe që unë dyshoj që kolegët socialistë në këtë parlament e kanë lexuar në fakt, se po ta lexonin, sigurisht që do kuptonin që gjitha shqetësimet që janë ngritur në këtë projekt rezolut janë shqetësime që përmbi një vit me radhë opozita i ka shprehur. Së dyti, si rrallë ndonjëherë në dokumentin fillestar të prezantuar pak javë më parë në Parlamentin Evropian, janë prezantuar mbi 350 amendamente. Kolegët e Parlamentit Evropian kanë prezantuar 350 amendamente për ta sjellë dokumentin në këtë draft që ne kemi sot. Kaq problematikë është kthyer Shqipëria. Kaq problem është bërë lufta ndaj korrupsionit, zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Kaq problem është bërë votimi i Parlamentit për imunitetin e Belinda Ballukut. Kaq problem është bërë lufta ndaj krimit organizuar. Kaq problem është bërë zbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese nga ky parlament. Kaq problem janë sot për Parlamentin Evropian, për Komisionin e Jashtëm Parlamentit Evropian, fakti që opozita nuk ka hapësirë, që ligjet diskutohen pa konsultim, që nuk ka një proces transparent të integrimit. Çfarë keq e ka të diskutohet për integrimin nga mëngjesi në darkë? Integrimi nuk janë ato prezantimet që bëni ju me nxënësit e shkollave. Integrimi zhvillohet këtu, debati bëhet këtu. Çfarë problemi ka që ky parlament që në 8 muaj nuk ka bërë asnjë seancë, 0 raportime nga ana e qeverisë në parlament, ta ketë sot temë të ditës. Për këtë arsye unë shpresoj që qeveria ta përdorë ato edhe për të reflektuar kush ka qenë pengesa, ta përdorë edhe për të parë se çfarë mund të bëjnë më mirë. Unë e di që më mirë se kaq që nuk bëjnë dot. Unë e di që ato janë pengesa, siç e thot raporti. Vendimet e tyre janë pengesa, po të paktën qytetarët shqiptar kanë nevojë për Përfundoni, lutem. Opozita është këtu, është gati të japi kontributin e vet, e bën këtë për Shqipërinë, për shqiptarët, e beson procesin e integrimit si vetëm proces që ndryshon vendin, po unë shpresoj shumë që ju të reflektoni. Të reflektoni se çdo herë që ngrini kartonin kundër, e ngrini kundër procesit integrimit. Faleminderit. Faleminderit, atëherë hedhim